Ku kek? Ku. Jo më konë në dhomën e grimit këtu në televizion, edhe kom dëgju kekën loj, ma të qartë. Ma të qartë nuk kemi pa në i herë. Jo, ndoshta në dekadën e fundit, po jo, si gjysmë finale e Ligës Kampionëve, dje ka qenë, do më thonë, si gjysmë finale e Ligës Kampionëve, qerek finale, gjysmë finale, 16 luën 2 lojë. Një luët njënin stadion, një luët në stadionin e ekipit tjetër. Për 2 ndeshje me zveti kështu, ma interesant mes 2 ekipeve, do më thonë, nuk ka pas kur në Ligë Kampionëve. Mes cilave ekipeve? Mes Interit edhe Barcelonës. Ndeshja e parë, këtë kam pritë ka me fitu Barcelona. I ka ra shumë letë Barcelonës, Interi në konform, i ka hub 3 ndeshje në Serie A, do më thonë në Ligën e Italisë, edhe këtë presin që fiton Barcelona, kur City anis loja, me njerë e merë gol Barcelona, po foli për ndeshjen e parë, e merë gol 1-0, 2-0 për Interin, prapë, midis Barcelonës. Kthehen me genialitetin e Yamal, që i ka 17 vjetë, apo? 17 vjetë. 17 vjetë e kthen Barcelonën loj 2-2. Të një jep Interi edhe një 3-2, të një bohen 3-3. Të më dhënë kryet ndeshja e parë 3-3. Prapë se prapë nëse i këshyr favorit kush është, loja ka më lytë Milan, loja e dytë që ke prom, të më thonë, në mes Interit dhe Barcelonës, këto i vynë, të më thonë, Barcelonës, ose më nda baras me shku në vazhdime në penalti, me fitu, ose me fitu kështu. Kejtë presin që Barcelona ka me fitu, Fiton të më thonë, ke, do më thonë, Barcelona favorite edhe në për bastore, pse i besoj bastoreve, do më thonë, ilegale është me vu bast në Kosovë, po i këshyri koeficientat për veç me këshyr kush është favorit, se që aty kush kojnë paret, ose ata dojnë me fitu për veti, kënë gati barabartë, edhe pëse Barcelona nuk kënë shpit vetë, prap kënë një farë favoriti. Bam, bum, bam, 2-0 për Interin. Kur kush se pret, të më thonë, që kanë ndodhi atmosfera e terenit, e stadiumit të Milanit, e kështu më ra 2-0. Janis pjesa e dytë, e bojnë Barcelona 2-2. Edhe bot shumë, do më thonë, nuk lunë Yamal qaq mirë deri një kohë caktume, lojtari maj mirë i Barcelonës, as Rafinha s'lunë qaq mirë, po hinë këta bekat e japin gol. Do më thonë, bekat edhe Daniel me sfushor. Lunë këgja mirë këta beki majtë dhe djathë, 54 minutë dhe në 60 minutë bojnë 2-2. Shkën të një, Rafinha e gol në 87 minutë dhe me nunë krejtë që u kry, do më thonë, se dhe 3 minuta metën, e u lëdhen Interi se janë shumë atë vjetër edhe në mosh, edhe që atëm pjesët dytë janë konë shumë të lodhën, së mëshin as me nga, se hargjun këtë energjinë, e thash që të me thonë, bile bashkë më nesha që shko me folën në emision, që është ekipi me mosh ma të nalt, edhe lodhen, po zdi që ndodhë dhe publiku i që në kom, edhe metën edhe 6-7 minuta, a 8 minuta e nisin publiku me dalë pe stadionit, disa për i tëre të Interit. Këta bile ka dhe njerës që kajnë edhe këtë krytë të poshtë e lejtarët, krejtë ase i bëndo këgja dëzavensime trajnjerë edhe ma herët për mi këthjel pak lejtarët, edhe në fund shkon një mbrojtës, do më thonë Acerbi, në 93 minutë e gol, do më thonë shkon nga ka fuqime nga 37 vjeqarë, ka fuqime nga derit e goli Barcelonës. Lët gabimet Barcelonës, loja ka pas shumë gabime, së mundet me pas loj 4-3, pa pas shumë gabime. Po, qash ke interesant, do më thënë qifish, unë isha, në fillim, për shambull isha ma shumë për Barcelonën. Të një kesh për me shku 3-3, mu bo për me shku në vazhdime, si kisha qef hallo me pa lojën. Do më thënë, janisa mu bo edhe pak për Interin, edhe për Barcelonën, s'disha as për kënë mu bo. Edhe të në kohën, atë në frimarja, ashtu e ngritun, së di që si emocioni, rralë, do më thënë, o konë ndeshje në 2003, po ka qenë finale din me qenë që shto këgja të qarta, ka qenë mes Liverpoolit edhe AC Milanit, fiton në pjesë parë 3-0 Milani, ja bën 3-3 Liverpoolin në pjesë dytë, edhe të një shkojnë në penalti e fiton Liverpoolit, do më thonë pej 3-0, 3-3, po kjo të në kohën ka shku, bam, bum, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Edhe këto njajt, 2-0, 2-2, edhe ndeshjen e dy, do më thonë, 3-2, 3-3. Tash, kur bot 3-3, 3-3, 6-6 ishte rezultati kumulativ, total, shkojnë vazhdime. Kejtë thëjnë vazhdime mirë, se janë lodhë Interi,
prapë mirë tek edhe Arsene Wenger, që ka qenë menaxher i Arsenalit, shumë figurë e njoftun edhe shumë e respektume, thotë që në mes po dihet çka po ndodh, se çka po më tash dihet çka po ndodh. Po prapë ishte shancat ishin në favor të Barcelonës, se ma të kthjellët, ma të ri dhe krejt. Po shkon tani në fund qas shmirë, do të thonë, organizohen mbrojtje, edhe qasi mbrojtje fantastike bën portieri Zomer, i Zvicerani i Interit, do të thonë i bën ja 3 mbrojtje të klasit botëror ndaj Jamalit, edhe e fitojnë lojën në fund 4-3, edhe që kajnë lojtarët e Barcelonës, do të thonë kit me lojtarët, do të thonë që kejt me lot mbushur, ishe si Rafinha e tjerë, do të thonë se di, ndeshje ma ndoshta gjysmë finalja ma e mirë në histori të Ligës Kampionëve, po flasim për Ligën e Kampionëve prej 92-s kur o kriju me formatin e ri, që kjo është trajneri i Interit, po është vllai i Sulmusi, edhe ky ka lujt, po është vllai i Sulmusi jashtëzakonisht famshëm në Ligë të Kampionëve, Inzagit, edhe ky normal e ka mbjemrin Inzaghi. Ky është Simone Inzaghi, ai ka qenë Filippo Inzaghi, po ky s'ka qenë shumë i mirë, vllai i tij për shembull ka qenë shumë i mirë si lojtar, si sulmues, bile për të thëshin ças shumë rike në offside, ai ton kon bëj kjo offside, vesh tap e hap ke gol. Ai do të thonë, o kon ças si lojtari që thonë për të thonë kalin në offside për Filippo Inzaghi. Edhe vllai vet tash bëhet që kjo është sukses shumë i madh nëse Interi e fiton Ligën e Kampionëve me këtë formë të keqe. Tashmë në finale me kënë është në... Me finale merret vesh sonte me kënë është. Se sonte ka qenë, ka lujt ndeshjen e parë, që shtregova në gjysmën finale, edhe pi tregoj çdo sen edhe për ata që s'këshyrin futboll, me pa pak pse na që këshyrin futboll, pse jena qatë qartë, të më thonë se të në kohën jetë të kësy, her për njonin, her për tjetërin, jo. Jo krej, se plët janë... Nëse je neutral. Tifozat flak që të një ekipi që shke qenë ma heret i për Chelsea. Ta këthejmë kështu. Je për ekipin tonë 2-0, fiton, kësen, bërtet, të një bo 2-2, të një ullë kokën, të një bo 3-2, jetë i hub, të një prap janis me kajtë, si në seriale. Të një thënë, bo 3-3, prap gëzohës, të një thush kuku edhe 30 minuta, të një prap bo 4-3, të një tutës të në kohën i hanë thajt. Unë e për shamu që si shisha për asë njonin në ekip, unë e gati kesh të ju hongër, jo gati, po e shisha vetë të ju hongër thajt, të më thonë, ta manë qysh në stereotipet e kur je në stres, adin që i bënë qështu, edhe t'ju rujt mos me ep gol ekipi kundërshtar.